nga zoti Dumani do merr një proaktiviteti dhe vendosmëri. Sigurisht edhe nga detyruesi tjetër zoti Kraja do merr një atë që unë edhe shpjegova pak më shumë si pjesë pozitive të tij qetësinë në kryen e detyrës. Çfarë nuk do merrni prej tyre? Nuk se kam konstatuar ndonjë tani se janë një pozitë që po më kërkoni të përgjigjem për dy drejtues të fusës posaçme. Mendoj që pak a shumë se kanë ushtruar të dy të njëjtën detyrë, por institucioni nuk ka qenë i njëjti. Mendoj që edhe për shembull nëse po flasim për zotin Kraj, mendoj që institucioni mund të ishte më aktiv në atë periudhë, edhe pse çështjet duan kohën e tyre, duan periudhën që të sigurojnë provat e nevojshme etj. Dhe një periudhë as 3 vjet nuk ishte, sepse viti i parë ishte viti i krijimit, funksionimit, ngelen vetëm 2 vjet, dhe 2 vjet çështjet e duan që të piqen para se të dërgohen në gjykatë. Do isha më aktiv. Kurse në krahasim me zotin Dumani, duke vlerësuar për punën e vetë, do t'i merrja anën sigurisht anën e mirë të proaktivitetit, dhe nuk e di, e kam vështirë që të gjej një anë që nuk të doja ta kisha, edhe nuk jam fare konformist, po dërgojmë shumë sinqert.